Prisnin konsensusin, por mazhoranca u dha ultimatum për reformën administrative territoriale. Pse duhet na presin një formë tillë kërcënuese ultimative, kur tashmë e kanë bërë qartë me gojen e zotit kryeministër se nuk japin konsensus? Kryetari i opozitës Lulzim Basha deklaroi para të zgjedhurve vendor demokrat se nuk kanë ndërmend të ulen në tryezë thjesht për një rivizatim kufish, me të cilin ata janë të bindur se Rama dhe Meta duan të përfitojnë nga pikpamja zgjedhore. Lehtëson përdorimin në zgjedhje ashme vendore të skemave të njohura të joshjes dhe blerjes votave që u përdoren në shkallë gjerë në zgjedhjet e kaluara politike, krijon avantazhe politike lokaliste për zgjedhjet e ardhshme. Në të vërtetë, gjithë ky nxitim, gjithë ky turr dhe gjithë këto gafa padisin para opinionit publik ashiqare, pa durimin e tyre për të shfrytzuar një reformë të nevojshme administrative territoriale për të bërë asgjë më shumë se një hartë të re elektorale. Dhe skema që qeveria të përfshirë në proces të njëanshëm politikan që nuk u intereson ngjyra partijake që përfaqësojnë duket të jetë në projekt. Siç e kanë menduar e siç e mendojnë vetë, duke përfshirë në to salamandrat e shëmtuara elektorale në funksion të deformimit të zgjedhjeve vendore dhe politike. Ndaj e ka thirrur këtë takim për t'i dhënë mazhorancës mesazhin se votimi i njëanshëm do të pasohet me reagim mbar popullor. Opozita politike e vendit angazhohet të përdorë konsensusin me përgjegjësi në gjykimin e drejt për drejt të opinionit publik, partnerëve ndërkombëtar dhe vetë palës tjetër, në funksion të plot të vizionit, qëllimeve dhe afateve të përbashkëta për këtë reformë që duhet të jetë afatgjatë dhe e qëndrueshme. Ky takim sot ka edhe këtë qëllim: të jap mesazhin dhe detyrën e fillimit të përgatitjeve për një reagim dhe kundërshtim mbar popullor të reformës së njëanshme dhe arbitrare. Reagim të qytetarëve ku janë të zgjedhur drejtuesit vendor demokrat pritet të ketë edhe për shkak të diskriminimit në ndarjen e fondeve nga qeveria Rama, në raportin 92% për të majtët me 8% për të djathtët. Arsyeja është e thjeshtë dhe mos u mundo ta kërkosh as te faktori ndërkombëtar, as tek ekstremistët europian, as tek gjykata kushtetuese, as tek presidenti i Republikës, as tek opozita, as tek opinioni publik, por vetëm tek vetja jote dhe tek natyra e sistemit demokratik. E shkuara e luftës së klasave nuk mund të jetë as e sotmja, as e ardhmja e Shqipërisë.